Në kohën kur natyra po zgjohet nga gjumi letargjik, kemi ardhur ta vizitojmë një vend të bukur në komunën e Podujevës. Por që përveç bukurisë e ka dhe një histori të rëndësishme që ka lënë gjurmë të përjetshme. Pra, gjendemi në fshatin Shajkovc, në komunën e Podujevës. Po për me kuptu se cilat janë karakteristikat e tij e se çfarë ka ky fshat, jani me ne edhe ta zbulojmë së bashku. Për të kuptuar më shumë rreth historisë së fshatit, e kemi takuar dhe Fadil Ramadanin, dhëmbja të cilit kuptohet më së miri nga gjuha e tij e trupit gjatë bisedës me ne. Baba i Hasan Ramadanit u konë atëherë, sikur Hasani sot, i ka kacak, atëherë i ka unë kacak të lapit. Në mbromje e nërë ka nejt ata një plemë ku kanë pasë ushqimin e love, që bon zepa, në mbromje kanë nejt aty, neset kër janë shku në bunker për mi fshatonin. Baba i Hasanit me dhej atëherë, ja kanë hup tragun, mos më i ranë fije zanart. Edhe ja ka qfu bukën aty, në mbromje në këthyë prapë. Qatë rrugë e ka vazhdu Hasan Ramadani, pej demonstrata të njitën, kur ka morë pjesë, edhe deri 94-ën që u vra po këtu ku jena na. E djegur, e shkatëruar, ishte gjendja e shtëpisë. E kur u futëm brenda për një moment, na bëri të mendojmë se jemi kthyer në kohë dhe gjithçka po ndodh tani. Elementet shtëpiake apo mbetjet e tyre që gjendeshin aty na kthyen në jetën e mëparshme, kur teknologjia e sotme nuk kishte ekzistuar. Rajnë këtë venin këtu ku ka këtë, si po duket këtu, a nejnë e ka posën që të dhomën, që të ashtinave këtu, ku ka nejt i kanë guë lojmet e ka bo shimin, shoqatina si kanë hongër buk me familje, ku konë këtë dhomën këtu. Kjo është pjesa ku kanë nejt, ku kanë hongër, ku kanë pregadit bukën. Kjo është shpëretit që kanë pregadit bukën, që u ruë. Kjo është sofra që kanë hongër bukën to. Kjo radio që i kanë guë lajmet, televizori, që jenë metë feneri që i këtë nëherë që u konë për me bajt mazveti dhe në ty në ta që me bë dritë ka pas. E nga krejt ajo rëmuj, diçka ishte mëse e dukshme që për një moment e goditi zemrën e Fadilit. Të jenë rrobat që i kanë zonë që u kallë shpia, kulmi që i ka rapë është, jenë me të rrobat, jenë kallë shumica, po që ke pjesa u pështua që të dhe i kanë pështua që të jenë me të që jenë me të ashtë që mu po duken. Kjo është që i këna përdor, kur jena dalë se i keme nejtë shumë, kur i këna përdor, kur jena dalë nonën në përpyje, që mu shëtit me to e këna përdor dhe vena, me na buka pak dheri se nuk paj shumë natën, kur dalë ke mu shëtit se i rajke me nejtë shumë, i ka ro me nejtë mrena, e për me dalë me leviz pak, e këna marrë to, këna dhejës dikun, kus këna ponë dikun që s'na ka duk drita. Këtu atëre nga ullë tonë, a ka lakthojnë edhe i këna qitë atëre e konë, nuk e konë s'kur ta shumë pjata. Atëre e konë të kaljanica dhe sene, edhe këna qitë një këtu, bukën e këna fyë këtu edhe këna hongër bukë. Hasan Ramadani njihej si patriot i madh për fshatin e për komunën e Podujevës dhe hero për Kosovën e popullin ton. Mu më kam jetë të Hasanit, më kam jetë vetë me punë, veç më t'i shkonë që të para familjes. Me bo ata me vehtëm, beli vehtëm me nëzirë t'i shkonë, po t'i shkonë diko, se gjithë më në jetën e polke. Nese nëzina mrena,
nuk më mujtë me bukur gjë se i kam me rrethin familjar që ma dëmtojnë. Shukur rasti i Adem Jasharit, më që ndodhi. Njëjtë e rast të konë. Edhe i këtina bëllë u konë ma heret se i tina. Për në Kosovë u konë rasti i parë në familje që i ka ndodhë Hasanit, tani u konë i tina. E që ata mua besëm jetë gjegë, pës të shumë konë dikon, kur dalë shumë bështetit, më konë jashtë në familje, veç ata. Që ata e kam gjithë bjenë menë. Ramadani sakrifikoi shumë, e madje tentoi të bënte gjithçka që ta mbronte familjen e tij. Mirë po 4 plumbave nuk i rezistoi. E sot pjesëtarët e mbetur nga kjo familje u përkujdesën që historia e tij të mos shkojë në harres e të mos zhduket. Kjo është dhoma si u konë dhoma pritje mësaferve këtë nëre që u konë edhe u konë kryesore ata që kena bosë të sanet e tina që jenë konë gjatë vrasës tina. Këta jenë konë plumat që e kanë rëkqyre me sfar pluma shkanë gjuhe. Deri që në këta madhë vëgëll të automatikut. Këta u konë që helme flake jenë konë dyjat. Të 3 fotografi që për duken a ditë kur u varros. Kur u varros, por nuk ka mujtë me përfshi krejtë sa që ka pas qatë shumë njerëzi. Jo veç Kosovar këtu, Kosova që u konë. Po dhe Macedonis, Preshevës, Bojanosit, kanë morë pjesë në bërrim. Shtëpia qëndresa u metë se nuk u dërzue, ka qëndrua në shpit vetë, ka liftua në shpit vetë, i ka unë sërdit jo me ty. Dojmë shtetin tonë me bo shtet, me bo Kosovën Republikë. Fadili ka një kohë të gjatë që nuk është futur brenda shtëpisë. E sot pas gjithë këtij makthi që ai përjetoi, është i papunë e mezi e mban familjen e tij, pasi që nuk merr kurfar ndihme financiare nga shteti. Përkundër kësaj, ai është i fortë dhe vazhdon të jetojë e t'i gëzohet jetës.